Kam sjellë recetën e pijes freskuse tradicionale e Bozës. Është e shijshme, e thjeshtë për përgatitje, me pak përbërës, vetëm se pak merr kohë gjatë për përgatitje, një pije e shijshme, një pije me shumë vlera ushqyese, e sidomos për gratë gjithëdhënëse, një pije e cila shumë shkon në Ramazan. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e majës së bozës. Në fillim morim gjithë enët që i përdorim për përgatitjen e majës bozës dhe bozës në përgjithësi duhet që t'jenë të sterilizuara mirë, të lara mirë. Përbërësit që na nevojiten për përgatitjen e majës së bozës janë 10 gram me majë buke të freskët, 100 ml me ujë të ftoftë, i shtojmë kështu në 3 luggjelle me miell mistri nga Inti, i blerë në market, 3 luggjelle me sheqer, 2 luggjelle me kos. Kosi patjetër duhet të jetë kos i freskët, i ëmbël, asesi kosi nuk guxon që të jetë i thellë. Marrim majën e bukës, është një katrore 40 gramësh, dhe ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Kështu. Dhe ja shtojmë njërën nga katrore, do me thënë gjithsej ja shtojmë 10 gram maja buke. Shtojmë sheqerin. Dhe me anë të një piruni e përzi mirë majën e bukës që të bëhet bashkë me sheqerin, kështu të fillon që të aktivizohet. Kam përzier mirë masën, tash ja shtoj kosin, si që ceka kosi patjetër duhet jetë i freskët. Vërtet ja blen me provu këtë pije, e shijshme shumë, shkon shumë tash, pas iftarëve me ëmbëlsira. Është një pije e cila mund të pihet dhe të konsumohet me akullore, bëhet një kombinim shumë i mirë. E përzim kështu mirë përsëri, pasi ja kam hedhur kosin, dhe ja shtoj millin e mistrit, apo millin e kollomoj, dhe përsëri masën e përzim mirë, derisa milli mos ngelet topta. Kam përzier mirë masën. Tash, enën ku ndodhet maja e bozës, e mbuloj kështu me foli najloni. Mundohem që ta mbylli mirë. Dhe kështu mbi sipërfaqe marr një shkop dhëmbësh dhe e shpoj në disa vende që të del ajër gjatë procesit të fermentimit. Dhe majën e bozës e lojmë të qëndrojë për 24 orë në një ambient konstant, jo shumë të ftoftë, mirëpo jo dhe shumë të nxehtë, duhet jetë ambienti i freskët. Më problem është gjatësia së verës kur të përgatitet, sepse është koha shumë e nxehtë, atëherë duhet të kemi shumë kujdes kur ta përgatisim, duhet që ta lajmë dhe një podrom dikun ku është shumë fllatë, dhe tash e lajmë që të fermentohet për 24 orë. Pasi kam përgatitur majën e bozës, përgatis çullin. Tu në tenxhere kam shtu 3 litra me ujë të ftoftë dhe ja hedhi 400 gram me miell mistri. Unë jam duke përdor miell marketi nga Inti. Nëse nuk mund të gjeni, mund të përdorni miell bio, mirëpo duhet që ta sitni shumë dhe të bëhet i ase si guzon që bozën ta përgatisni me miell të trash. Tash millin e shtojmë kështu tek uji dhe me një tel kuzhine e përzim mirë masën. Kështu që milli mos ngelet topta. Kam përzier mirë masën, siç e shihni përgatitja është e thjeshtë, është ekonomike, vetëm se merr pak kohë procesi i fermentimit. Vërtet ja vlen me provu sepse është një pije shumë e shijshme, e shëndetshme, me disa vlera ushqyese, ka shumë vitamina sidomos
për gra gjithëse duhet që patjetër të konsumohet kjo pije. Tash në Ramazan gjithashtu shkon shumë pas iftareve një pije freskuse e shishme. Tash tenxherës ja vendosi kapakull dhe së bashku me majën e bozës i lanë në një vend me temperaturë konstante. Nëse si zguzon temperatura tjetë e nxehtë, po duhet jetë e freskët dhe i lanë për 24 orë. Pasi masa e çullit ka qëndru për 24 orë në ambient konstant, tash e vendosim në zjarr. Tenxherës ja largoj kapakull dhe në fillim marr një tel kuzhine dhe e përzi mirë, sepse milli ka kalu i tëri në fund të tenxherës, e përzim kështu. Dhe i zi zjarrin dhe në temperaturë të ulët e zi masën derisa ajo të fillon të vlojë duke e përzier vazhdimisht. Masa ka fillu që të vlojë, vërehen mirë pluskat e para, njëkohësisht është shtrashur. Tash e fikim zjarrin dhe në zjarr të fikur do e zim dhe për 10 minuta tjera duke e përzier vazhdimisht. Kam zier masën për 10 minuta tek zjarri i fikur, tash e largoj nga zjarri dhe e lë që të ftohet plotësisht dikon për 5 deri 6 orë. Masa është ftohur plotësisht, tash do ja kaloj majën e bozës. E vëreni, është dyfishu shumë herë masa tek maja e bozës, ja si duket. Mirë po, para se t'ja hedhim majën e bozës, morim një tel kuzhine dhe përzim kështu masën apo çullin e bozës, përzim pak, që vëreni shtresës së sipërme ju ka formu një lloj kore. Tash ja shtojna majën e bozës. Duhem t'ja kaloj të tërën. Dhe masën e përzi mirë. Kam përzier mirë masën. Tash e largoj telin e kuzhinës. Tash marr folin nayloni dhe e mbuloj tenxherën kështu sipër nga pjesa e sipërme. E mbylli mirë. Marr një shkop dhëmbe dhe shkoj kështu në disa vende që të merra gjatë procesit të fermentimit dhe masën përsëri e loj në ambient konstant, në temperaturë konstante, të qëndrojë përsëri për 24 orë. Pasi ka qëndru përsëri për 24 orë, ja largoj kështu folin. Përgatitja si që vëreni është e thjeshtë, mirë po merr pak kohë, pra është një pije shumë e mirë, shumë e shëndetshme, ja vlen me provu, e sidomos tash në Ramazan, kur përgatitet vetë në shtëpi është dhe më e mirë. Tash masën e kalojmë në një enë më të madhe, ose nëse e keni tenxherën e madhe, atëherë nuk ka nevojë që ta kaloni, e hedhim kështu. Kam harru që të cek që kur ta përgatit një çullin e bozës, atëherë tenxherja duhet jetë lloj që nuk ngjet, sepse do ngjitet për ene. Mundohem ta kaloj gjithë masën. Kam kalu gjithë masën në enën e madhe, tash ja shtoj sheqerin, gjithsej do shtoj 400 gram me sheqer, besoj se është mjaftueshëm. Nga kjo masë do fitojna dikon rreth 5 litra e gjysmë me bozë, ja shtoj një vanille sheqeri për aromë, dhe një lugë gjelle me kakao. Kakao mund që mos t'i shtoni, mund që t'i shtoni. Mirë po në përëmbëltore tash i shtojnë kakao, sepse jep një ngjyrë pak më kafe, nuk e lë kështu të verë. Dhe ja shtojna 2 litra me ujë, mirë po në fillim do e përzi kështu pak, që sheqeri dhe kakao të përhapen në përgjithë masën. Kam përzier mirë masën, tash ja shtoj 2 litra me ujë të ftohtë, e përzi,
Pasi ja kam shtu litrën e parë, një herë e përzi dhe më pas ja shtoj litrën tjetër. Ta shtojna litrën tjetër të ujit dhe është mjaftueshëm për ato masa t'ja hidhim 2 litra me ujë. Vetëm se përzi mirë e mirë. Pasi kam bërë përzirjen mirë e mirë të masës, marr një enë tjetër, ja vendosi një kullojse dhe filloj që ta bëj kullimin. Shumë e rëndësishme është që të kullohet boza para konsumimit. E kullojmë kështu. Vërejni se fillon që këtu te kullojsja të ngelin pjesët e trasha. Pra. Pasi kam bërë kullimin e bozës, atëherë e kaloj në enë keqe që ta ruajmë në frigorifer. Në enë plastike nuk ban asesi, kurse në enë keqe do jetë më freskët, nuk do e hup shija. E kalojmë kështu. Mund të konsumohet me një herë, por më mirë është që ta lajmë në frigorifer pas 2 orëve që ta konsumojmë. Kështu. Masën cilën e kena përgadit mund ta konsumojmë sot dhe nesër, më pas nuk duhet që të konsumohet sepse prishet. Kjo është mënyra motra dashura se si përgadis unë bozë. Gjithë ju që përgadisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, besoj se kam ju pëlqyer nëse e përgaditni. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.